Shumica e prindërve nuk kuptojnë që fëmijët do jenë fëmijë. Asnjë nuk jenë të përkryer, asnjë nuk do jenë të sjellur ashtu siç doni sa do, libra, psikolog, gjëra që keni studiuar. Unë lexoj shumë libra se si të sjell më mirë me fëmijët e mi, si të bëj që fëmijët e mi të edukojnë më mirë apo të më respektojnë, mos të më ofendojnë, të bëjnë çfarë them unë dhe vjen puna prapë mund të bëjnë. Ndryshimi është që kur ata nuk bëjnë një gjë që ju bëni, është si ju veproni. Nëse juve thoni për shkakun që nëse nuk e bën këtë gjë, për 1 orë nuk do vesh në plazh me pushime këtu dhe thash çupës që nëse nuk e bën këtë që thash, për 1 orë nuk do jesh në plazh, ajo nuk më dëgjoj, se normalisht gjithë fëmijët do mundohen që për të parë që a e ke ti me të vërtet apo jo. Dhe çfarë bëra? Ku nuk e bëri tash okay. 1 orë do ikish me tatën, do ikish në hoteli, do rish 1 orë brenda në hotel dhe jo në plazh, pse kemi ardhur me pushime. Gjasa që ajo mos u na dëgjoj më gjatë këtyre ditëve janë të mëdha, sepse ata do vazhdojnë të jenë fëmijë. Por kur unë të them që shiko, mbamën herën e parë që nuk më dëgjove, ndete 1 orë pa vajtur në pushime, mendojnë që fëmia do vazhdoj të bëj atë gjën që nuk do ta bëj, edhe pse ti thua bëj, normalisht të dëgjoj. Pra, prindërit të dashur, nëse i thoni fëmijës, nëse nuk bëni anë, nuk do ndodhi bëja, mundoj që kudo që ti jeni, ti mbani bes fjalës tuaj, sepse këta fëmijë të sotme janë aq të mençur, nëse ju thoni nuk do ndëshkoj dhe nuk ndëshkoni, nuk veni deri në fund me atë ndëshkim që i premtua fëmijës do ndodhi, nëse nuk bëhet aja, nuk ka për ndodhur bëja. Pra, bëni këtë gjë realizim, sa do ndonjëherë mund të jeni me pushime, mund të keni dalë një darkë, çfarë do, ajo gjë që mund të jetë më e dashur për ata në atë moment, atë gjë hiqen.